Mas pari, çështja imam nuk është fjalë e gjuhës shqipe. Në gjuhën shqipe, po dëshiron këtë të jetë imam i shqiptarëve, duhet të jetë lider, se fjala imam ose e imme. Ose pris, do më thonë është nga gjuha arabe, njësi është imam, shumë se është imme. Gjuha e Kuranit është gjuhë rrënjore, shumica e fjalëve dalin nga një rrënjë, zakonisht me trashëgimia dhe rrënja bart kuptimin bazë. Format e ndryshme shtojnë nuanca, jo kuptimet të shkëputura. Pa rrënjën rrezikohet keq kuptimi i ajetit, kufizimi i kuptimit vetëm në një përkthim. Nxjerrja e kuptimeve të pasakta tefsirore apo juridike. E pora, kjo përmend gjuhën hebreje, po mu shko rreth e rrotull. Ky dhe të tjerët si këtë, të xhellt hoxhallarët, armiqtë të shqiptarëve, e urrejnë gjuhën hebreje, jo për diçka tjetër, por e dinë se s'ka gjuhë arabe të arabisht falsve, si që perceptojnë to gjahil. Thuaj që kur ke qenë në fakultet ose në studim ose në medrese, ke mësuar qysh në bankat në klasën e vitin e parë, që një person që e kryen medresen bëhet imam dhe i prin xhamatit. Ti tash po do të më bësh shqiptar, imam i shqiptarëve, po ende të ka met fjala gjuhës arabe përpara. Jo një herë, por më shumë se 10 herë kam shpjegu fjalën imam dhe kuptimin e saj dhe rrënjën e fjalës imam, që përbëhet prej një zanorës dhe një bashkëtingëllorës. Zanoria është i dhe bashkëtingëllorja është m. Nëse largojmë bashkëtingëllorën është vetëm gërma m. Me një elif për zgjatje m është ujë. Çdo gjë është e gjallë prej ujit. Informacionet lahme të rrinë në ujë. Në ujë qipi të ardhmës është ujë. Pra, në shqip e kemi, në hebraisht e kemi, shqipja është para hebraishtës, për shkak se edhe fjala fe është e shqipës, nuk është as e djatës vjetër, as e djatës re, as e Kuranit. Pra gjuha ime, gjuha gegnishte ka ekzistuar para Biblës dhe para Kuranit. Por të shohim se çfarë kam thonë me një video të shkurt. Fjala imam vjen për dy gërmave, një zanore, elif dhe m në Kur'an. Dhe kjo moja është me përforcim elif m. Në gjuhën e Kuranit nënës i thuhet në gjuhën hebreje i thuhet im. Mirë për në gjuhën arabisht fërgjët për nënën ka dhe shprehje tjera. Tregoni agenturës të vogël se dhe në gjuhën shqipe kemi fjalë Ti na tregon, te di shumë tema debati, ti na tregon si imam i shqiptarëve që dolën një ditë edhe me Ali Ahmetin me këta. Dhe ke ndonë një mendim të njëjtë se kur të gjithë shqiptarë, si Tim Shkupi, feja e shqiptarit është shqiptaria dhe unë jam xhamatit i imamit shqiptarëve, unë jam imami i pa. Çfarë po do më shpik? Çfarë po do më shpik me këtë? Unë jam Tim Shkupi dhe unë e mbroj secilin shqiptar që pranojnë imamin e shqiptarëve dhe shqiptarinë kanë si fe. Jemi një dhe jemi të pandar. Kurse ti si ignorant, që jeri që une e kum ditë se ku këmbera, e kum ditë si këmbera në atë graskën, ku ta kum pregadit, unë ty mera si agentur, si zëdhënës, i shërbimeve Sërbijës, midis Kosovës. Unë me qenë vend Albin Kurdi, ti nuk ti vesdojt, ti dëbëjnë Beograd. Janë ta njerë që vetë nuk muj